Parashikimi i yjeve, sot me Liza Gjikën do të ndalemi tek ngjyrat, ato flasin, po cilat janë ngjyrat që karakterizojnë secilën shenjë të zodiakut. Liza, mirë se erdhe. Përshëndetje, ngjyra është jeta, dhe natyra na e ka dhënë modelin në fundit. Edhe ata që bëjnë ngjyrat apo fashionistat e çajnë këto kanë ndjekur si model, se nga e gjetën. Kështu që ngjyra është jeta, ngjyra është ndryshimi, edhe ngjyra është diferenca. Marrim dashin që është aq ekspresiv, për t'i kapur gjërat mirë edhe bukur, duhet të veshin simbolet e tyre. Do të thosh ti nuk mund ta bëjnë gjithë garderobën roza apo të kuqe, po për evente, për gjëra. Domethënë duhet t'i japi një notë tjetër. Shikoj nga këto shenjat e zjarrit, për shembull, si te Dashi, te Luani, që shikoj që veshin shumë të zezën. Kjo nuk është dembelizëm, kjo tregon ka dy arsye. Një që është dembel për të ndryshuar veprimet, dhe tjetra është frikacak. Në anën psikologjike, me shumë probleme, dhe nuk guxon. Kështu që të shikoj një dashme të zeza, nuk mund t'i them dot që nuk guxon. Por mund t'i them fjalën dembel. Se për të guxuar guxon. Por brenda fshej shumë gjëra. Domethënë gjërat tek ky person nuk shkojnë mirë. Nuk shkojnë bukur. Zakonisht meshkujt i veshin këto ngjyra, por sot unë shikoj që ka ndryshuar edhe stili, edhe të meshkujt që japin tone të tjera, japin nuancat të tjera, e bëjnë jetën më të larmishme dhe më të bukur. Dhe t'i vësh veshin kanë dhe shumë sharm. Duken më elegant, më të reqës, godet syri, kështu që e kanë kuptuar si duket që një ngjyrë e stilit të tyre ose shenjave të tyre i jep atyre diçka dominante. Nëse mund të ketë në një punë me shumë rëndësi dhe nuk mund të veshit dot këto ngjyra kaq të forta që kanë disa, kanë simbole të vogla që mund t'i mbajnë për duart. Janë unazat, për shembull, me gurët e tyre. Aksesorët. Aksesorët, kuptoni që kanë, ato japin energji. Duhet të kuptojnë që japin energji. Çdo fjalë, çdo gërëm, çdo numër, çdo datë, çdo shenjë, çdo veprim, këto janë energji. Ne varet se si i vëmë në përdorim këto energji. Pozitive apo negative. Kështu që te Dashi kemi ngjyrën e kuqe, sepse dhe planeti Dashit është Marsi. Kemi ngjyrën e kuqe, tregon luftarak, për ta zbutur një çik mos të jetë kuqe, le ta anoj pak një ton më poshtë, mos ta bëj kaq ekspresiv, se ka, për shembull, Tegaforia nuk mund të përshtatet e kuqja, pavarësisht që mund të shkojë, po e bën më agresive. Këto janë ngjyra. Vera, për shembull, të kuqen e ka pak më të butë, sepse është e nxehtë vetë nga natyra dhe të bën më agresive. Kurse dimri duhet t'i dhënë nota, duhet t'i dhënë se vetë natyra është grigjo dhe duke i dhënë këto ngjyra tërheq vëmendjen, i jep energji, t'i jep diçka. Domethënë ndihesh bukur, të kundërtën e asaj. Më kupton? Demi, çfarë ngjyra dhe si pozicionohet këtë? Demi ka në fakt këta përdorin jeshilen, por janë dy ngjyra. Por Demi duhet të ketë ngjyrën e marinës. Ngjyra e marinës është e Demit. Ajo i jep shumë forcë, i jep shumë energji, i jep një sharm tjetër. Domethënë se këta janë ushtarak si natyrë, e kupton, dhe këto ngjyra i pëlqejnë shumë. Kështu që edhe e marinës, edhe e ushtrisë janë ngjyrat e Demit, që e tregojnë këtë më dinamik edhe më fort. Ngjyra luan një rol të jashtëzakonshëm, njësoj si datat e lindjes. Qartë. Që ti kuptoj mirë edhe bukur. Ja supozojmë... Na ndryshojnë ditën, po na ndryshojnë çdo ngjyrë që veshim, aksesorët që mbajmë, tani ne mund shkojmë në një livadh, edhe andej ka lule dhe këtej ka ferra, ti ku përqendrohesh? Ati ku është livadh, ka dhe disa lule të bukura, ka fushën magnetike të rejse. Jo këtej, nga kjo anë. Kështu që këto janë ndryshimet që bëjmë dhe këto janë energjit që ne marrim, që na bëjnë më dinamik, më fort, më sharm, më mirë, gjitha rastet. Pra e thame kuqja tek Dashi, Jeshila dhe Marina. Marina tek Demi. Kalojmë tek binjakët, cilën kanë ngjyrën e tyre që karakterizon. Po, kanë pinkun edhe të kuqen. Edhe të kuqen e kanë binjakët, u jep shumë dritë, shumë shkëlqim. Binjakët në fakt janë të shumë anshëm të ngjyrave, që mund t'i mbërthejnë të tëra ngjyrat. Të shumë anshëm ngjyra, sepse është ngjyra është i individi ajrit. Dhe ai sheti të gjitha ngjyrat. Kështu që ajo që është më dominante për të është e kuqja, që jep më forcë, më dinamik, deri te roza e zbet. Njësoj si peshorja, janë të ajrit këto.
po ndryshon ujori që nuk e ka që është trekënd që tyre, ka krejt më ndryshe, po të spjegoj kur t'i vi radha. Po. Ngjyra pra e gafores? Ngjyra e gafores është ngjyra perl. Perla. Po si që është hëna, atë ka gaforja. Maman e ti ka hënën. Si vishet hëna, do vishet e gaforja. Ka dhe blun e thellë, ka dhe ngjyrën portokalli pa atë të tullës të vrarë. Ki parasysh një gafore që del në buzë të detit, nga dielli, nga ujë, si jep ato nuancat. Atë ngjyrën e portokallis të vrarë. Puthur nga perëndimi i diellit. Po, atë duket bukur, duket shumë bukur. Dhe gaforet si shkojnë shumë. Po zakonisht gaforet veshin të zeza. Pse veshin të zeza? Sepse janë të errët brenda, janë të fshehtë, janë misterios, nuk zbërthehen kollaj, janë të mbyllur, janë në botën e tyre. Kështu që për të bindur një gafore duhet të luash me ta, për të veshur ngjyrat e veta, sepse ata ndoshta edhe nuk e kuptojnë. Po të vesh një gafore të bardhën apo perlën, shkëlqen, bën dritë. Po këto mund t'i veshin në vende, evente apo diçka, dhe nuk i veshin dot për ditë. Jo më kot, njerëzit i lexojmë ndryshe nga ngjyrat që ato veshin, nga mënyra se si veshin, nga reflekset e ngjyrave. Po të shikoj për shembull, futemi te luani tani, po të shikoj një luan me të zeza, do ketë shumë probleme, them. Unë si Liz, duke e njohur të gjitha aspektet e ngjyrave, edhe të shenjave, edhe të datave. Domethënë, unë filloj e luaj në mendjen time. Dhe po të futem në bisedë, do kuptoj që ka shumë probleme. Shumë probleme. Këta nuk guxojnë, ne i quajmë të fortë. Ne i quajmë shumë. Këta kanë një krenari të lindur dhe ne të kurremi para kësaj krenarie. Kupton? Është punë e kishave që ndërtojnë manastiret dhe dojët lartë. Si dukemi ne? Dukemi si milingona, gjigande të ngjetet misht. Edhe luani ka një fasadë gjigande, e kupton? Por ngjyra e zezë, një që se di, ti mund të shkoj. Po i ka portokallin, i ka të verdhën, i ka mostardën. Në ka ngjyrat bam, ngjyrat nga më të bukurat që shkëlqejnë. Qartë. Kupton? Kjo ishte po, e luanit. Për luanin. Le të kalojmë te ngjyra e virgjëreshës. Te virgjëresha. Virgjëresha ka pothuajse këto ngjyrat e luanit, po në tone më të ulta, më të buta, më të zbeta. Plus ka dhe jeshilen, midis jeshiles dhe të verdhës, domethënë këtë lloj përzgjerjeje. Se është vjeshta që na bjen, aty janë edhe të verdhat, edhe të kuqet që bjen, ato kuqe rremtat, po janë edhe të jeshiltat. E kupton pa pak të vrara. Ka këto lartshmëri ngjyra dhe i shkojnë shumë, duken shumë më mirë, marrin energji, aty e kanë forcën. Ne, si e kemi thënë sa herë, çdo shenjë e ka forcën dhe fuqinë pikërisht në muajin e vet. Ai muaj është dinamik, ai është muaj që përshkron diellit këtu, që të jep ngjyrat e tua, si nata dhe dita. Më kupton? Që të jep forcën. Po. Dhe pas virgjëreshës me ngjyrat e saj kalojmë tek peshorja. Peshorja ka rozën, nga që jemi ballë për ballë, me dashën që ka të kuqe, këtu vi me nota më të zbutura. Kemi rozën, atë rozën e bukur, që e vën në tetor, për simbole, më kupton, dhe jo fort të kuqen, sepse ka ngjyrën e shegës, me ndryshimin, domethënë, kemi ngjyrat e ndërmjet me këtu në këtë mes, te peshorja. Ngjyra e kuqe dhe e tjetra, portokalli si quhet, e futet ajo ngjyra e shegës i bën këto përzierjet. Kombinimet. Ajo jep shumë dritë, i jep shumë sharm, i jep shumë kompetencë, domethënë e bën diçka të veçantë. Domethënë për të qenë diçka të veçantë, ne duhet kemi ngjyrat tona. Duam apo nuk duam ne. Futemi tani tek akrepi. Akrepi ka vishjen e thellë, që ka një ton pak më të lartë e kuqja. Si vura veshin që keni të gjitha të kuqe dhe pyeta, do jetosh qytetar o akrep? Akrep, tha, ajo është pronari juaj që janë bërë këto ngjyra të tilla. Domethënë, do apo nuk do, në një farë mënyre, ti do e nxjerrësh kromën, atë ngjyrën tënde. E kupton, është e padiskutueshme, nuk e eviton dot këtë gjë. Do e nxjerrësh, sepse aty është energjia jote. Na tërheq kjo ngjyrë, nuk është se e zgjedhim ne, po thjesht na tërheq na shkon ndjemi mirë. Po. Dhe ti përshtatesh tek ajo, të vësh disa ngjyra tek virgjëresha, ku do të rriqesh ti? Ti do të rriqesh te ngjyra që të tërheqin. Mos harrojmë edhe një gjë, se kemi edhe një diçka tjetër, se do thotë dikush tani që po mua nuk pëlqen kjo, jam kjo, po nuk më pëlqen kjo. Kemi dy janë. Kemi shenjën zodiakale, po kemi edhe horoskopin mbrapa. Të dyja këto bëjnë disa ndërthurje. Më kupton? Unë për shembull jam shigjetari dhe horoskopi im është akrepi. Por ja që unë kam qejf të kuqen, por e kuqja me një ton tjetër, ajo më qershi, më e thellë. E kupton? Kështu që kam edhe ngjyrën e bojqellt, apo ngjyrën blu.
Pra që mund mos jetë e zodiakut, po është e horoskopit. Është e horoskopit, është ujë. Domethënë këto janë ndërthurjet që bëjnë. Kështu që gjithë forcën, edhe zakonisht këta akrepat i shikon me të zezë, i shkon edhe e zeza. Se ka akrepa që kanë sytë të larëm, bojqelli, ka akrepa që i kanë sytë sterë të zinjë. Edhe i shkon shumë. Po nuk e di që kjo e zeza, bluza e zezë me sytë bojqelli shkon akoma më bukur dhe më mirë, po veshin të zeza se përtojnë, po ta diun, ose fshehin diçka, ose janë pak të turpshëm, janë pak të mbyllur në vetë. Qartë. Shigjetari? Shigjetari si shtanë të kuqen, ose larmin ngjyrash, si punë e binjakut, se futemi të ndryshueshmit, kush futet të ndryshueshmit, kanë larmin ngjyrash, se ndryshojnë si mbas situatave dhe periudave të tyre. Domethënë, guxojnë. Janë elementa që guxojnë me ngjyrat, luajnë me to. Sepse u jep forcë, po dominante ngjyra e shigjetarit është e kuqja. E kuqja. Ngjyra e bricjapit? E ka të zezën. E zeza. Ka të zezën. Por nuk mund të përjashtoj do të bardhën, apo perlën, apo ngjyrat e tokës. Si ngjyrat e tokës, ajo jeshilja e thellë, ajo kafja e thellë. Janë disa me tone më të forta, më të errta. Kështu që aty fillon edhe bora, kuptohet, kënda i shkon dhe shumë me bardha. Pastaj futemi tek ujori. Ujori ka kuadratet e voçkla, ku janë e kus janë. Kuadratet. Kuadratet e voçkla, jo të mëdhajat, po jo dhe me shumë ngjyra bam. Me ato ngjyrat e imta, në gri, me të voqëllin e larë, me këto. Që të tregoj edhe ujin edhe qiellin. Kupton, janë në këto ujra jetojnë. Ajo gria ka një shkëlqim midis qiellit edhe gris. Domethënë kjo u jep forcë këtyre. Sepse ata kanë uranin. U jep shumë forcë, u jep shumë energji, po kuadratat, ashtu si kanë dhe mendimet e tyre të copëzuara, që i formojnë. Janë shumë më të shpejt në veprime këta të mendjes, ndaj dhe quhen në mençuria e zodiakut. Në kupton? Futen në disa kuadrate dhe ata vetë din të ndërtojnë atë kuadrat për të nxjerrë ato puzzlet e përfundimet të tyre. Janë njësh. Dhe ngjyrat që i karakterizojnë peshqit? Peshqit kanë të gjitha ngjyrat, në fakt, kanë atë ngjyrën e vjollcës, një vjollcë shumë të bukur. Po kanë edhe bojqellin, po në fakt, peshqit kanë ngjyrat që kanë bam, godice, që të kenë edhe shkëlqim, ose xixa. Po të shikosh me shumë xixa dhe në mes të diellit do të thuash që është peshk. E kupton, duan jo të bjerë në sy, ta ndjejnë, e kuptojnë, janë guximtar, guxojnë se futen te shenjat e ndryshueshme, te kaçjat e ndryshueshme, dhe është e fundit. Te peshqit mbledhin të gjitha ngjyrat e mundshme, edhe ato që janë bam. Edhe ato që shkëlqejnë më shumë, dhe gjithë fashionistat e të modës që janë e qas janë peshqit më të shumë të rasteve. Se kanë këtë larmishmërinë. Se këta kanë larmishmërinë e tyre, kanë guximin e tyre, kanë mendje artisti, ju pëlqejnë të guxojnë ose të veprojnë në ekstreme, domethënë janë artista, me pak fjalë. A ka dy shenja që kur nuk mund të jenë bashkë me njëri tjetrin? Atëherë, po, ka. Atëre, të gjitha shenjat mund të jenë bashkë për një periudhë. Është një energji. Kjo energjia funksionon 15 vjetë. Mbas 15 vjetë përgatisni grushte ose shqelma. Nuk mund të vejtot. Se ne ndryshojmë. Ne vetë ndryshojmë. Edhe sistemi mashkullit ndryshon, po dhe i femrës ndryshon. Dhe nga që ndryshojnë kaq shumë, ne qëndrojmë për hatre më tepër. Nuk duhet të plotësojmë hatre. Kur nuk shkon, është më e bukur të zgjidhësh problemin në këto forma, se sa të luftosh me mullit e erës. Ose të mbash brenda shumë gjëra që nuk shkojnë. Kur nuk ka bashkë bizetim, gjërat prishen dhe çokordohen. Por kjo energji mban kaq. Pra energjia mes dy shenjave? Mes dy shenjave. Me bukura e këtyre, me bion, ka tjetër, do të theksoja, do nxirja këtë, domethënë që është e përgjithshmja. Sepse është një energji e re e moshës që ju të bën, pastaj për një kohë, sikur snifesh fare dhe urren për të rjetën. Do të jemi shumë të kujdesshëm. Me shenjat që kemi pranë, ngjitur në krah, nuk shkojnë. Një jo dhe një po. Me një tutje. Dashi me demi nuk shkon, absolutisht, as me peshqit. Po një dash me binjakët që ka një po një? Po patjetër. A e kuptova. Po patjetër. Por do jetë akoma më e bukur nëse do jenë në harmoni numrat. Okej. Datat e tyre do jenë harmonike. Mund të jenë të parat harmonike që mban kaq kohë me gjithë muajin, por ne duhet të shikojmë fundin. Nëse të dyja numrat, si e para e dashit edhe binjakëve,
Tjetë në harmoni në fund, 7, 8, 5, 6, 4, 3. Në qoftë se këto do jenë në harmoni në këto forma, ka jetë gjatësi përfundimisht. Në qoftë se nuk kanë, mbaroj, ka mbaruar, do ndahen 60 vjeç. Mbaroj ky film. Ato që kanë, shenjat që janë në një ditë lindjeje, që janë i njëjtë i Ka singrësi, si i thonë, ka probleme, ka përplasje. Kanë ditëlindje në të njëjtën ditë. Po ka përplasje, një numër, ku si lëshojnë pe njëri tjetrit. Si të lëshoj pe? Jam unë jeti. E kupton, vetë numri të angazhon të ngresh krye. Nuk lë hapësira, nuk lë hapësira gjikundi. Kështu kemi plasje shumë të mëdhaja, kemi një stres të jashtëzakonshëm dhe nuk e kupton nga se vjen. Domethënë mund të flisim për të njëjtën gjë, po pse the ti i pari mos e them unë. Qartë. Për thjesht. Ka mita ajo që themi ne, ka qenë rastësishtme që kemi ditëlindje në një ditë, që festojmë bashkë në një ditë, por nuk qenë ka dhe ai që mirë nga ana astrologjike. Po s'është si tjetë, kupton? Në bashkëtesa kjo është shumë e vështirë. Edhe motre vlla që të kenë një data të përzierë, domethënë në këtë forma, nuk kanë shkuarje të mirë. Po dhe nëse me prindin e ke këtë datë, do kesh probleme shumë të mëdhaja. Domethënë, data tona janë hynore, o vlla. Janë numra. Do vi koha që ne do funksionojmë vetëm me numra. S'do kemi dhe femra të duket. Qartë. Imagjino të thrasë unë ty për shembull 12. Po me numër. Po do njifesh, me numër do njifesh. Nuk e di do vjet një kod. Di unë rrrrrrr. Të ardhmes. Faleminderit shumë Liza. Gjithashtu, rrofshi dhe ju. Faleminderit edhe juve që na ndoqët.